Flisni për mjedisin. Është gjë e mirë. Le të flasim për mjedisin. Flamingot. A e dini se kur nisën të ktheheshin flamingot në Shqipëri? Sepse nuk ishin. Kur unë erdha në qeveri, kur ne morëm qeverin, nuk ishte atje flamingo. Pse? Sepse Shqipëria ishte vendi nxehtë i gjuetisë palishme. Ne humbëm shumë prej jetës tonë të egër për shkak të gjuetisë palishme. Dhe ndërkohë flamingot bashkë me pelikanët e të tjerë nisën të ktheheshin pak vite pasi vendosëm moratorium në Shqipëri duke shpallur gjuetin të palishme për 10 vjet. Ne miratuam një moratorium për prerjen e pyjeve, çka ishte palishme për 10 vjet në Shqipëri. Nuk ishte më leje për prerjen e pyjeve për 10 vjet. Dhe shihni nga pamjet satelitore se ku ishte vendi dhe ku është sot. Dhe shihni në regjistra se ku është, po themi, jeta e egër apo habitati, ku ka qenë e ku është. Dhe këtu nuk janë gjëra që i them unë, e që ju mund t'i verifikoni. E di, unë nuk jam tërheqës, nuk jam një protestues që mbush për plot me gëzim shpirtin e gjithë ideologëve në përbot, se si Shqipëria e vogël po ju qëndron oligarkëve, si po bëhet Shqipëria ky qyteti ndriçues mbi kodër. Kemi qenë qyteti që shndriste mbi kodër për 50 vjet, e dinim si dukej, si ndihesh apo se si jetohej. Po faktet janë fakte. Kështu që askush nuk mund të më jap leksione mua apo neve për mjedisin, sepse ne shpallëm, ne krijuam, hartuam ligjin e parë, hartën e parë të zonave të mbrojtura të Shqipërisë në 2017. Dhe të parin regjistër e të parin inventar. Dhe sa për ta ditur ju, ne e gjetëm Shqipërinë me më pak se 15% të zonave të mbrojtura, ndërsa sot kemi rreth 25% zonat mbrojtura. Është një nga vendet me sipërfaqen më të madhur të zonave të mbrojtura. E pastaj na duhet të dëgjojmë se ne, Partia Socialiste e Shqipërisë, në qeveri, me një agent shumë të qartë për mjedisit, ne që në kemi rreziku. Dhe ne e pas kemi ndryshuar ligjin për t'i dhënë hapësirë Jared Kushnerit që të shkatërrojë Bregdetin ton. Çfarë po thoni? Kjo është gënjeshtër. Në 2024 bëm ndryshime për të specifikuar çfarë lejohet e çfarë nuk lejohet në kategoritë e ndryshme të mbrojtjes, sepse nuk ka vetëm një kategori mbrojtjeje. Edhe në Europë, në standardet europiane, ka disa kategori të zonave të mbrojtura. Është kategoria 1 që nuk preket, thjesht ruhet, thjesht kujdesesh për të, pastaj është 2, është 3, është kështu me radhë. Zona për cilën flasin ka qenë gjithmonë zonë e kategorisë 5. Nuk ka as pak asgjë të bëjë me Vjosën dhe me Vjosën Nartën. Vjosa Narta, delta e lumit Vjosa e parkut është e mbrojtur, është e paprekshme, nuk po preket, nuk do të preket. Ky është peizazhi i mbrojtur. Peizazh i mbrojtur. Dhe peizazhi i mbrojtur bazohet në standardin dhe përkufizimin EBS, një hapësirë ku mund të ndërtosh, mund të ketë dhe qytete që janë peizazhi i mbrojtur. Po mirë, po t'ju them unë ju, një nga gjërat që është kusht për projektin është për të pasur më shumë hapësirë gjelbrimi pas se sa përpara. Si do të ndjeshit ju për këtë? Çfarë do të thonit? Po sikur unë t'ju thoja që ne po punojmë me arkitektët më të mëdhenj të peizazhit.
me arkitektët më të mirë, urbane, inxhinierët më të mirë mjedisor. Ka një ekip shumë të madh që po punon për këtë dhe ky projekt do të jetë një tjetër provë, në mos prova më e mirë e mundshme, dhe këtë synojmë, por do të jetë një tjetër provë që natyra e zhvillimi bashkëjetojnë. Natyra nuk mund të jetë mallkim për mirëqenien e njerëzve. Në qoftë se apo jo, në qoftë se Shqipëria do të rrit PBB-n e saj, ne kemi nisur me produktin e brendshëm bruto më pak se sa 10 miliardë, kur unë mora pozicionin si kryeministër, ndërkohë që sot jemi te pak rreth 27 miliardësh, dhe në 2030